Shqipëria do të vijojë të mbetet në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta gjatë fundjavës. Vala e të nxehtit ka përfshirë dhe qytetin e Lushnjës me termometrin që tregon sot 38 gradë Celsius, e cila ka ndikuar ndjeshëm në përditshmërinë e qytetarëve. Në orët e mesditës, rrugët dhe sheshi i qytetit janë boshatisur pasi qytetarët kanë preferuar të qëndrojnë në ambiente të mbyllura ose në hije për t'u shmangur vapës përvoluese. Por jo të gjithë i shmangen vapës, si personat që kanë detyrime të domosdoshme, punonjësit e ndërtimit apo edhe efektivët e policisë rrugore. Konsumi i ujit, pijeve freskuese dhe akulloreve është rritur ndjeshëm gjatë këtyre ditëve me temperatura ekstreme. Sipas parashikimit meteorologjik, edhe fillimi i javës së ardhshme do të karakterizohet nga moti i nxehtë dhe i kthjellët, me temperatura që do të vijojnë të jenë të larta dhe në disa zona mund të arrijnë sërish në 40-41 gradë Celsius. Nga dita e martë parashikohet një rënje lehtë e temperaturave, megjithse moti do të mbetet tipik veror dhe i nxehtë. Mjekët u bëjnë apel qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë kësaj periudhe. Ata këshillojnë shmangjen e daljeve në orët më të nxehta të ditës, nga ora 11 deri në 17, veçanërisht për të moshuarit, fëmijët dhe personat që vuajnë nga sëmundje kronike. Po ashtu rekomandohet konsumimi i ujit, lëngjeve dhe frutave të freskëta sa më shumë, përdorimi i veshjeve të lehta dhe qëndrimi në ambiente të freskëta. Bluzat e bardha theksojnë se në rast të shfaqjes së marramendjes, dobësisë, temperaturës së lartë të trupit apo vështirësive në frymarrje, qytetarët duhet të kërkojnë menjëherë ndihmë mjekësore.